mu divorcet e mija, normalisht më kanë thy edhe dhimbjet kanë qenë. Pa tjetër. Sa ka qenë vështirë si vendim, Antigona? Me të kallëzu drejtën, nuk kam pru asnjëherë vendim për divorc. Divorcet e mija kanë qenë spontane, rrethanat e kanë pru qashtu. Burri i dytë më kalon, ato e kam kallëzu. I pari kanë ardhur rrethanat ashtu që nuk ka pas kthim mrapa ma. Nuk është që unë kam pru në i vendim edhe që di me kallëzu që kam thanë unë tashmon nuk du me qenë ma në këtë raport. Po, për mu ka ndodhë kështu, nuk do të thotë që për tjerat gra ndodhë kështu. Ka shumë gra që e binë vendimin vetë, përgjithësi gratë binë vendim për divorc. Burrat rrallë, shumë rrallë. Po si ka qenë si periudhë, që shë ke përjetu krejt emocionalisht këtë? Po në atë kohë, kur unë jam divorcu, problemi ka qenë thashe themet. Përgojimet, stigmatizimi, ka qenë të mënyra që të kanë këqyrë shoqet e klasës dilshin anë tjetër të rrugës mos me të folë. Më thësha allo, çka është kjo? Mëse ma vonë ti e ke kuptu që ata në fakt kanë ikë prej të vërtetave të veta. Kanë ikë pi mos guximit vetë. Kanë ikë pi asaj që ma vonë e gjitha ai rebelim është kthy në adhurim. Po veç do të me pas dorim me prit me ndru pozitat. Do të me pas dorim me prit që me u ndru kapuçat. Ti dush me pas dorim me prit që une me të thirë ty një intervjist, që kjo është jeta. Po të kishe pas mundësi, Antigona, me këthy kohën, qka do të kishe bo diçka ndryshe? Shpesh e mendoj këta, edhe nuk unë kam gabu shumë gjatë jetës teme. Kam gabu shumë edhe kam pas gabimet të cilat kanë kushtu. Kanë kushtu, i kam besu njerëzët gabum, kam investu njerëzët gabum, kam pas gabimet të cilat sot i këqyri prej një prizme fare tjetër, mirë po nëse do të isha këthy, në rrethanat caktume që shkam qenë, të shadin, është problem me thonë dështë kur gjë s'kisha ndru, po unë e kuptoj si pas astrologjisë që s'kisha mujtë me ndru kur gjë. Nuk jena na faktor. Nuk na jena faktor fare të vegjel, ti nuk zgjedh kur gjë, ti nuk zgjedh as alind femën, as alind mashkull, nuk e zgjedh as ngjyrën e likurës, nuk e zgjedh as ngjyrën e syve, nuk zgjedh as ku kemi jetu, nuk zgjedh as kur gjë nuk zgjedh. Tona janë ata të ardhuna me default, me një ardhje të një shpirti në një botë, si kena ardhuna këto, edhe pak gjona ke mundësi me i zgjedh. E ti me ndonë që je aj që i zgjedh të gjitha. Në faktin nuk zgjedh kur gjo. Rrethonat vinë qashtu që ti me mujtë me zgjedh veç këtë ose atë. E tash që ata opcionet gjithmonë nasi njerës zgjedhim të keqen më të vogël, që është racionale, po nuk është emocionale. Me qenë racional njët është mirë për pare, po emocionalisht, zakonisht je i papërmbushun. Me gjetat balansin mes emocioneve dhe racionales është shumë problem. Mas në shumica njerëzit smuhen, janë të paknaqun, kemi shumë gra me gjandër tiroide. Gjandër tiroide për shembull është vetëm të vërtetat e pathana. Të vërtetat e pathana, të cilët rrinë këto dhe s'dalin kur, bëhet gjandër tiroide. Po.